Thënie nga Charles Darwin. Charles Darwin ishte biolog, naturalist, antropolog, gjeolog dhe eksplorues. Është I famshëm për formulimin e teorisë së evolimit të specieve të kafshëve e të bimëve. Citojmë thënjet e tij. Matematikanti është një njeri I verbër që kërkon në një dhomë të errët një macë të zezë që s'është fare aty. Njeriu në arrogancën e tij beson se është një vepër madhore sa për të merituar krijimin nga hyjnit. Besoj se është e drejtë të konsiderohet pasardhës I kafshëve. Ndjeshmëria ndaj kafshëve më të vogla është një prej virtyteve më fisnike që njeriu mund të ketë. Njeriu që guxon të shpërdorojë qoftë edhe një orë nga jeta e tij, nuk e ka zbuluar vlerën e jetës. Nuk mbijeton specia më e fortë as më e zgjuar, por ajo që u përshtatet më mirë ndryshimeve. Më shpesh e nxis vetbesimin ignoranca se dituria. Prej secilë specie lindin më shumë se që mund të mbijetojnë, prandaj lufta për ekzistencë përsëritet vazhdimisht. Gjykimi I matur e shmang rrugën e gabimit. Stadin më I lartë I kulturës morale arrihet kur pranojmë se mendimet tona duhen mbajtur nën kontroll. Notat muzikore dhe ritmet janë përdorur në kohët e lashta nga paraardhësit e qenieve njerëzore, meshkuj apo femra, me qëllim që të joshnin gjinin e kundërt. Misteri I fillimit të universit është I pazgjidhshëm për ne. Askush të mos mendoj se qenia e tij është synimi përfundimtar I historisë natyrore. Përzgjedhja natyrore ka qenë shkaku kryesor, por jo I vetmi I ndryshimeve gjenetike. Pushteti dhe drejtësia janë krejt të padobishme. Nëse një I varfër bën një vrasje, burgoset ose pushkatohet, por nëse vrasjen e kryen një I pasur me shumë miq, si hyn ferë në këmbë.